lumëtur. Pa shumë lumëturin e saj. Që ose vinë 2 lehat punë se zdi me zgjellë. Unë zdi, jam shumë i pasigur. Që ose zgjen asë një, edhe aty okej, shohim asë një 10 vetëve, provojmë ape. Edhe atë natë kur së ardhë. Në fund natës, Miranda ardhë. Si e kum pa, e kum ditë, that's it. Wow. Edhe Miranda e martes bile, edhe martes Miranda nuk ka dash më martu njëherë. Po e kum prit. Nuk e kum shty, as nuk e kum, se e du Miranda. E du, halajëm i dashru në ngrymë. Edhe mas e mi martu, mas e... Pra nuk jeni njoft me përpara, aty u takut? Jo, që aty, ramin e parë. Para si e bukur. Pra si po e që unë se... Edhe me njëherë kum ditë, e kum pa dhe kum ditë. Kjo është perfekt për mu. Sa vite keni bashkëtash? Sa vite u bonë me ju? 35. 35. 35 bashkë. Vite të mbushuna me plot dashni, me plot të qeshuna, me përkrahje tjerë zakonshme ndaj njëri tjetrit, edhe në momentet mira, por edhe në të vështira. Po. Miranda ka pas edhe një kohë shumë të vështirë fizike, disa peripetis mundje, po edhe aty unë kam qenë në ato momente ku ka lind Florani, djallit, tash i ka bo 18 vjeç, po në atë kohë ku lindi, unë jëmë konë top në karrierë. Ku më dhëtu gjdo javë, gjithë ka në për Evropë, edhe po me njëherë kum pa jo, që kjo është baza jeme, jo karriera, dhe kum dërprej mërëna natës. Kum dasht më konë për Mirandën, për Floranin, për familjen teme, edhe me qenë ajë që ndihmon familjen. Roli Mirandës ka qenë mi eduku Floranin, mi matë shpinë, roli im ka qenë me fitu. S'kum pa mënyrë fitimit për mi mbajt familjen në muzikë, e kum lonë, e kum njës IT. IT. Edhe kom shumë sukses, edhe kom majtë familjen me dignitet shumë të mirë, edhe kam qenë gjdo ditë në vështirësit e Mirandës, po edhe gjdo ditë në rritjen e Floranit. Mas e ka ardhë vështirësia pak psikike i imja, se ja nisa mi kuptu që një mak jom ikë. Që aty më ka ardhë pak një farë shoku kështu me vetën, a? Po, ku do të mi pranu që jam shqiptar, po edhe holandez jam bo. Disa teke, disa zakone, shisa që kom duplo. Edhe maseja nisa mi kuptu që nashta edhe jam ikë. A e me ndonë këthimin Kosovë kështu të përhershëm? Po, gjdo ditë. Sa afer ati qëllimi je? Nuk e di. Nuk e di për shkak se... Po tash kom nështë ma kalaj, se djali u rritë, u eduku mirë, është në shkollë, edhe është i pam varur, edhe tash jam prapë me Mirandën bashkë, mujmë pak ma, jemi ma fleksibël, s'po di fjallë shqipë cila është, jemi ma të lirë me jetu dikon tjetër. Shpresoj, sa ma shpesh, shpresoj mu inkuadru edhe në muzikë, edhe mi bo hapin tjetër që ka nevoj... Vendi për ty. Knetësi, me rëndësi që jeni me shëndet, kjo ka shumë rëndësi, që të tre ju, e më pas të tjerat, si dje puna. Faleminderit Arber që erdhe sot këtu, knetësi që të pata në këtë bised, po më thonë që edhe minutat në kanë shkush që e kemi edhe një adashin tënë këtu Arber Krasniqin që do doja me mbyll me një kong që do të na interpretoja. Faleminderit edhe njëherë shumë që erdhe. Faleminderit. Knetësi. Meq, natën nga unë, po e dëgjojmë Arbrin.